emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatitet madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues të TV Ikrës dhe ju të cilët na ndiqni nëpërmjet portaleve të Bashkisë Fetare Islame dhe rrjeteve sociale, gjithashtu edhe nëpër televizione lokale, mirë se takohemi sërish në emisionet e Ramazanit, ku sot mysafir kemi të nderuarin Magjistër Seid Efendi Fejzuli, edukator në paralelin e djemve të medreses Isa Beu këtu në Shkup, me të cilin do të diskutojmë mbi temën modeli i ndërtimit të marrëdhënieve shoqërore. I nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Ramazanit. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, është kënaqësia jonë. Ju falenderoj. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na tregoni se si ndërtohen marrëdhëniet shoqërore dhe cili është qëllimi i vëllëzërimit të muslimanëve. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Se i përket pyetjes, vlen të theksojmë se në Islam marrëdhëniet shoqërore mbështeten në dy parime, edhe atë duke mbrojtur vëllazërimin që është lidhje e fortë midis njerëzve, si dhe duke i mbrojtur të drejtat individuale dhe të shenjtërisë së individit që është nderi dhe pasuria. Çdo men se për këtë pikë më së miri flet Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin famëlar, në surën El-Hujurat, ajetet 10, 11 dhe 12, edhe atë përmes shembujve të qartë të cilat e dëmtojnë apo ndikojnë në dëmtimin e vëllazërimit dhe shoqërisë së njerëzve. Nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore, Allahu xhalla shanuhu neve besimtarëve na cilëson si jemi vëllezër, pra pa dallim race, gjuhë, kombi, dhe se qëllimi i vëllazërimit në Islam, siç na mësojnë ajetet kuranore, është që ne besimtarët kudo që jetojmë dhe veprojmë, të e njohim njëri tjetrin dhe asesi të injorohemi, të duhemi dhe jo të urrehemi, pastaj të kemi lidhje të sinqerta dhe mos të kemi ndonjë lidhje të turshme, pse jo edhe të jemi të bashkuar dhe mos ndahemi asnjëherë. Andaj, në këtë drejtim, përveç Allahu xhalla shanuhu, përmes shembujve të ndryshëm flet edhe vetë pejgamberi alayhi salam, i cili thoshte la tahasadu wala tadabbaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Që do thotë mos urreni njëri tjetrin, mos përgojoni, mos xhelozoni për çka, bëhuni robër të Allahut dhe vëllezër. Pra, urrëqja, përgojimi, xhelozia dhe shumë vese shkatruese nuk duhen të jenë pjesë e përditshmërisë tonë, por ne duhet bëjmë çmos që të angazhohemi dhe të përpiqemi të jetojmë dhe të veprojmë në atë që e urdhëron Kur'ani dhe Sunneti. Prandaj, një konstatim i tillë neve na jep të kuptojmë se besimtarët të cilët shpresojmë faljen e Allahut, shpresojmë mëshirën e Tij, afërsinë e Tij, xhenetin e Tij, deshtëm apo s'deshtëm në një farë forme nuk na lejohet largim nga njëri tjetri, paqartësitë dhe mosmarrveshjet që i kemi mes njëri tjetrit që është normale ti qartësojmë ato, pastaj etiketimi me llagape, tallja si dhe të folurit pas shpine. Këtë këto, pse Allahu Dhul Xhelal dhe pejgamberi alayhis salam i kanë ndaluar janë dy arsye. E para është që ne në jetën e kësaj bote mos ta degradojmë vetveten tonë me qëllim që mos t'i japnim pasir të keqe, dhe botën tjetër kur do të shkojmë tek Allahu Dhul Xhelal mos dalin falimentum të humbur, sepse do të ketë njerëz të cilët do të shkojnë me adhurim me vepra të mira, mirë po si rezultati mos kësaj pike të kushtuarit kujdes, atëherë do të fillojnë që t'i paguajnë të këqija që i kanë bërë përmes sevap. Ju falenderit, i nderuar profesor, cili është modeli i komunikimit të cilin duhet ta ndjekin besimtarët për marrëdhënie të mira shoqërore? Shife, model më të mirë në të gjitha aspektet e jetës, ne besimtarët e kemi vetë Muhammedin alayhis salam, edhe atë qoftë në aspektin fetar, kombëtar, administrativ, shoqëror, ekonomik, politik, social e kështu me radhë. Mirë po, kur jemi tek modeli i komunikimit në raport me të tjerët, theksojmë se Islami neve besimtarëve çdo herë na udhëzon dhe sugjeron që ne
të e zgjedhim atë që është e mirë, e dashur dhe e pranuar tek Allahu xhalla shan. Për shembull, siç është fjala e mirë, vepra e mirë, mendimi i mirë, qëndrimi i mirë e kështu me radhë. Pasi që jemi te kjo pikë, atëherë vlen të theksoj vetëm se disa segmente nga jeta e pejgamberit alayhis salam, i cili ka qenë model i fjalës dhe i sjelljes së mirë në raport me të tjerët. Tregohet se vetë pejgamberi alayhis salam çdo herë kur është drejtuar masës, jo është drejtuar në formën dhe mënyrën më të mirë. Dhe atë që e ka thënë pejgamberi alayhis salam, të gjithë janë përpjeksur ta vendosin apo ta fusin në praktikë në jetën e tyre. E dita, thuhet që pejgamberi alayhis salam sa herë që në raport komunikimit kur e kundërshtonin të tjerët, ai përdorte mençurinë dhe urtësinë e tij. Pra me butësi dhe mençuri ju fliste me fjalë të mira. Saqë thuhet në jetën e tij si para shpalljes, ashtu edhe pas shpalljes, pejgamberi alayhis salam në raport me të tjerët asnjëherë nuk ka ofendu, asnjëherë nuk ka mallku, asnjëherë nuk ka shpyf. Edhe në situatat më kritike, kur e luftonin pejgamberin alayhis salam dhe e ofendonin, ai çfarë bënte? Bënte lutje, dua për falje, mëshirë dhe udhëzim tek Allahu xhalla xhalaluhu wa xhalla shanu. Pra ky ishte modeli i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj ne besimtarët të cilët e besojmë Allahun, besojmë pejgamberin alayhis salam, shpresojmë faljen e Allahut, shpresojmë ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salam, atëherë duhet që ne të jetojmë, të veprojmë dhe të manifestojmë sjellje dhe morale të mira në bazë këtij modeli. Normal që Islami i kushton rëndësi fjalës tonë, sjelljes tonë, sepse vetë fjalët dhe sjelljet e tona janë pasqyrë se ne sa jemi të edukuar apo sa jemi të formuar si personalitet. Andaj, sikur ne si pjesë e kësaj shoqërie i ndërtojmë apo i krijojmë marrëdhëniet e tona apo raportet e tona me njerëzit në bazë të këtij modeli apo të kësaj formule, atëherë do të jetë shumë vështirë dhe problem që ne të bëjmë prej e ndikimeve, faktoreve, si dhe shkaqeve që kanë për qëllim degradimin, shkatërimin, devijimin, si dhe njëllosjen tonë. Në këtë pikë, pejgamberi alayhis salam i ka përgëzuar në një farë forme apo ju ka dhënë në miqtë ata të cilët janë kujdesshëm, ai thoshte e mëshiroft Allahu atë që e mbron gjuhën pra nga fjalët boshe. Pastaj që e kupton kohën në të cilën jeton dhe shkon rrugës së drejtë. Ju falenderit profesor, përmes cilave forma vijnë në shprehje dëmtimi i marrëdhënieve shoqërore, dhe cilat mund të jenë pasojat eventuale nga ky moskujdes dhe çka parasheh Islami për veprimet e tilla. Shihe, si rezultat i mos kontrollimit të emocioneve, si dhe mos pasjes njohuri rreth ndodhisë së caktuar, edhe atë varësisht prej situatës, ndonjëherë njeriu nuk arrin që të e kontrollojë vetveten e tij se çfarë flet dhe çfarë vepron, gjë që mund të vijë deri tek lindja e problemeve, ngatresave, mosmarrveshjeve, paqartësive e kështu me radhë. Sa i përket formës dhe mënyrës se si vjen në shprehje prishja apo dëmtimi i marrëdhënieve shoqërore, është në momentin kur në mesin e njerëzve, shoqërisë, familjes, rrethit e kështu me radhë dominon përgojimi si ves i shëmtuar, shpionimi, thashethëmet, shpifja, njëllosja e nderit, etiketimi e kështu me radhë, e gjë që për fat keq pasojat eventuale nga këto vese mund të jenë shumë të rënda, ndoshta që plagët nuk mund të shërohen edhe aq lehtë, dhe se një gjë e tillë ndaj personit kur i cënohet shenjtëria e tij konsiderohet zullum dhe padrejtësi. Të këto pasoja eventuale, normal që ndikojnë drejt për së drejti në dëmtimin e personalitetit të njeriut, pastaj shkaktimin e dhimbjes emocionale, më pas vihet distancimi apo largimi nga njëri tjetrit, prishja e familjes, humbja e shoqërisë. Islami këtë kategori të njerëzve që mirën
me këtë sport apo me këto vese në përditshmërinë e tyre i cilëson këtë formë ku thot pejgamberi alayhis salam më të këqij për i robët të Allahut janë ata që merren me thashëtheme, ata që i njëllosin të pastrit dhe ata që i ndajmë të afërmit. Po ashtu edhe Allahu xhelle shanu, atë që e parashet që ishte pyetja e këtij trajtimi, theksojmë se Allahu xhelle shanuhu për këtë kategori të njerëzve thot wala tuti' kullu khallafin mahin hamazin masha'in binamim. Pra Allahu thot mos e respekto atë që betohet shumë, ai që është përgojues dhe ai që i bart fjalët. Pra me këtë kategori të njerëzve nuk dëmton se na tash të largohemi nga ata, por çka të distancohemi derisa ata të e morin veten apo të i përmirësojnë raportet e tyre. Fatkeqësisht realiteti i ditëve të sotit e them se me keqardhje në mesin e shoqërisë islame që neve jetojmë, gravitojmë, lëvizim dhe veprojmë, kemi ende raste të tilla që këto vese janë në praktik. Këto dihet shkaqet pse praktikohen, mund të jetë xhelozia, urrëtia, shpirtligësia, mendjemadhësia, egoja, apo ndoshta edhe ndonjë interes nga dikush tjetër me porosi për ta dëmtuar filanin apo për ta njëllos dikë, por ne duhet kemi parasysh gjithmonë se pejgamberi alayhis salam ka thënë musliman i mirë është nga gjuha dhe dora e tij janë të qera. Nderuar profesor, nga ajo që thatë kuptojmë se format të cilat e dëmtojnë raportin në marrëdhëniet e shoqërore janë, thash e thamë, shpifjet, përgojimi, iftiraja, ngjitja e llagapeve të padëshiruara, domethënë, dhe se pasojat eventuale janë ashtu siç përmendet që hidhrimi i Allahut kuptohet edhe mbase edhe mund të ketë edhe dënim me zjarr të xhenemit nga Allahu xhelalu shanu. Atëherë, çfarë duhet kemi parasysh që të mos e degradojmë veten dhe marrëdhëniet tona në raport me tjerët, si të mundsojmë që raportet tona të jenë më të shëndosha? Pika e parë që neve çdo herë duhet kemi parasysh si besimtar, si musliman që shpresojmë, kënaqësinë e Allahut xhelle shanuhu dhe afërsinë e tij, atëherë kudo që shkojmë, jetojmë dhe veprojmë, duhet kemi parasysh të qëndrojmë besnik asaj se Allahu dhul xhelal neve si krijesa më të dallume na ka cilësu dhe na ka vlerësu. Edhe atë në këtë formë ku thot walaqad karramna bani Adem. Ne me të vërtet i kemi nderuar bijtë e Ademit. E përderisa Allahu na ka nderuar me shumë të mira, një prej tyre me Islam, na ka nderuar me pejgamber që është model si duhet jetojmë dhe veprojmë, atëherë duhet kemi kujdes në këtë pikë që raportet tona me njerëzit, pavarësisht se cilit besimi i takon, të kemi raportet e mira, me një fjalë që jemi shembull sepse ne jemi ambasador të Islamit. Kudo që shkojmë, jetojmë edhe veprojmë. E dita, si besimtar duhet jemi të vetëdijshëm si në raport me Allahun, ashtu edhe në raport me njerëzit, sepse ne në çdo sekondë, çdo moment jemi në mbikëqyrjen e Zotit, ku Allahu dhul xhelal thot wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Pra ai është me neve kudo qofshim ne. E ne lutim Allahu dhul xhelal që atë të cilën neve na ka vlerësuar Zoti dim të rrim mbrapa, të jetojmë siç duhet, edhe dita të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm si në raport me njerëzit, ashtu normal edhe në raport me Allahun xhelle xhelaluhu wa xhelle shanu, sepse siç do të na njohin njerëzit në jetën e kësaj bote, ashtu do të jemi edhe tek Allahu xhelle shanu. Në fund, pasi që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, urojmë dhe shpresojmë që në këtë muaj ne të përmirësojmë raportet e tona si me Allahun xhelle shanu, ashtu edhe në raport me njerëzit. Nderuar profesor, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lutim Allahun xhelle shanu t'ju jep shëndet, jetë të gjatë dhe suksese. Takohemi sërish, inshallah, edhe pas Ramazanit në emisionet tona të përjafshme. Jemi shëndoshemi, shpresojmë, faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, ne ju faleminderit që ishit bashkë me ne. Lutim Allahun xhelle shanuhu që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të gjitha ibadetet të cilat i bëjmë, Allahu xhelle shanuhu ne i pranoft. Lutim Allahun xhelle shanuhu që të na falë, të na mëshirojë. Takohemi sërish nesër mbrëmë në të njëjtin orar.
mbetshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.